Fatmir Minguli, njeriu i letrave në Durrës, autor i plot 15 veprave, studime dhe krimtari e pastërletrare, ka qenë i ftuar i radhës në Adrianet Televizion. Donse ka përfunduar studimet për inxhinieri mekanike, ka qenë kryeinxhinier, një zë intelektual në qytet. Minguli nuk i është ndarë kur letërsisë, pasionit të tij të fshehtë që e zbuloi hershëm. Jo më larg se një ditë më parë, ai na tha se ka qenë i ftuar së bashku me kolegun e tij, Shpeti Topullai, mes krijuesve të Kavajës. Normalisht edhe unë jam një nga këto krijues, i cili mundohem që të bëj më të mirën për hir të asaj historie të madhe që ka Durrësi. Rastësisht, sot unë do t'ju them që dje, unë bashkë me Shpetin Topullajn, ishim në Kavaj të ftuar nga shkrimtarët e Kavajës, të cilët kishin organizuar një takim shkrimtarësh me Shpentin dhe me mua. Dhe ato kanë folur për mundësinë e marrëdhënieve midis shkrimtarëve të Kavajës dhe shkrimtarëve të Durrësit, duke fokusuar natyrisht krijimtarinë e Shpentit dhe krijimtarinë time. Ne ishim të kënaqur jo se ata ne na lavdëruan, por ishim të kënaqur që ajo rrymë që sot ekziston në Durrës, në bazën e krijimtarisë letrare, është e përcjellur edhe në Kavaj, në një farë mënyre një lloj binjakëzimi. Shkrimtari, pedagogu, njeriu politik, redaktori në një nga 2 shtëpitë botuese në qytet, zëri qytetar dhe aktiv në qytet, Minguli dha një intervistë gjatë për mikrofonin ton, rreth letërsisë, por jo vetëm. Të plot intervistën e tij ju ftojmë ta ndiqni në specialen ton.